Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Unë jam Juli Krisafi. Shoa ose Dita Botërore e Kujtesës kundër Holokaustit shënohet në Tiranë dhe Jeruzalem. Kryeministri Edi Rama flet në forumin ndërkombëtar në Izrael, ndërsa në Tiranë presidenti Begaj kujton kontributin e shqiptarëve në luftën e dytë botërore. Po në këtë ditë në Jeruzalem themelohet dhoma tregtare Shqipëri-Izrael. Shqipëria përkujtoi të martën 6 milion hebrejnë të zhdukur nga nazistët në luftën e dytë botërore. Në ditën ndërkombëtare të Holokaustit, presidenti Bajram Begaj bëri thirrje për humanizëm dhe mbrojtje të dinjitetit njerëzor. Dita e kujtesës duhet të shërbejë si një thirrje e ndërgjegjes kolektive për të mbrojtur me humanizëm dhe përgjegjësi të drejtën e të gjithëve për të jetuar me dinjitet dhe në paqe, sepse të gjithë kemi parë pasojat e tmerrshme të urrëties etnike, racore, fetare dhe të antisemitizmit. Ndërsa kryeministri Edi Rama, i cili po vijon vizitën në Izrael, ju drejtua konferencës ndërkombëtare për luftën kundër antisemitizmit, ku nënvizoi se qëndrimi i Shqipërisë buron nga vlerat më të thella humane dhe historike të popullit shqiptar. Gjatë periudhës më të errët të historisë europiane, Shqipëria u shndrua në një stret të sigurt për hebrejtë e përndjekur, duke i mbrojtur ata pa dallim në frymën e besës dhe solidaritetit njerëzor, ndërsa ka qenë ndër të parat shtete që ka miratuar një ligj për antisemitizmin. Po në këtë ditë u themelua dhe dhoma e tregtisë shqiptaro-izraelite në Jeruzalem. Pas Izraelit, vlerësimet erdhën dhe në Tiranë. Populli hebre dhe shteti i Izraelit do të jenë gjithmonë mirënjohës për guximin tuaj në shpëtimin e hebrejve dhe për zgjedhjen e anës së drejtë të historisë. Ne vlerësojmë thellësisht guximin moral të Shqipërisë edhe sot, dhe vlerësojmë miqësinë dhe udhëheqjen morale të kryeministrit Edi Rama. Në ceremoninë përkujtimore, ura që lidh brezat, ministrja për Evropën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali tha se Shqipëria do të jap kontributin e saj në bordin e paqes. Shqipëria ka që dëshmon e ofron botës dhe në këtë format, me qëllime fisnike për zgjidhjen e konflikteve të vjetra e të reja. Duke nisur nga Gaza, në një vend e rajon që ka vuajtur shumë nga ekstremizmi, ideologjitë e urrëties, terrorizmi e lufta, e ku paqja e qëndrueshme, pajtimi e rindërtimi duhet të jenë zgjidhja e vetme për izraelitët, palestinezët e të gjithë popujt e lindjes mesme. Në ceremoninë përkujtimore ishte e pranishme dhe e dërguara e SBA-s në Tiranë Nancy Van Horn, ndërsa në një status në rrjetet sociale, ambasada rikonfirmoi partneritetin me Shqipërinë në luftën kundër antisemitizmit, siç është miratimi i saj vitin e kaluar i praktikave më të mira për parimet e konferencës së Washingtonit mbi artin e konfiskuar nga nazistët, të cilët çojnë përpara drejtësinë dhe kompensimin për pronën kulturore të periudhës së Holokaustit. Në Shqipëri, Vlora ka qenë një ndër qytetet që ka pritur hershëm hebrejnë dhe i ka mbrojtur ata. Historianët thonë se ka dëshmi për praninë e hebrejnëve në Vlorë që në shekullin e 16, ndërsa gjatë luftës së dytë botërore, numri i tyre u shtua dhe lidhjet me shqiptarët u forcuan. Një ditë më parë, kryeministri Rama njoftoi ngritjen e një muzeu për hebrejnët në Vlorë. Bashkëtesa mes shqiptarëve dhe komunitetit hebre është e hershme, duke datuar që prej shekullit të 16. Historiani Skënder Spahiu tregon se në Vlorë funksiononin rreth 60 oxhaqe hebre, një dëshmi e tolerancës, solidaritetit dhe respektit mes dy popujve. Ne kemi disa statistika që bëjnë fjalë që në vitet 1400-1500, ku numri familjeve të tyre deklarohet në oxhak, dhe kanë qenë rreth 65 oxhak të hebrejve që kanë jetuar në Vlorë mbas viteve 1500. Këto janë disa botime të nxjerra nga arkivat e Stambollit që e dëshmojnë komunitet që ka jetuar në Vlorë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë, jo vetëm në Vlorë, por që ka patur një lidhje integrale me popullsinë vendase. Këtë 27 janar, dita ndërkombëtare për kujtimin e Holokaustit, ky raport merr një rëndësi të veçantë duke kujtuar jo vetëm vuajtjet e hebrejve, por edhe rolin unik të shqiptarëve në shpëtimin e jetëve gjatë luftës së dytë botërore. Gjatë luftës së dytë botërore, hebrejt janë strehuar në Shqipëri, kanë gjetur mbështetje nga qeveria shqiptare e kohës, janë mbështetur nga popullsia vendase dhe ne kemi statistika ku janë arrestuar në 43, fund viteve 43-44, shqiptarë dhe shqiptare të internuar në kampet e përqendrimit në Auschwitz, në Dachau, në Mauthausen e të tjera kampe përqendrimi, ku çuditërisht në to nuk bënte pjesë asnjë pjesëtar i këtyre familjeve të hebrejve. Lidhja mes dy popujve vijon edhe sot si një shembull unik i bashkëtesës dhe solidaritetit. Ardhja e hebrejve është një element i rëndësishëm
në zhvillimet civile, në zhvillimet e kulturës së vendit tonë, të qytetit të Vlorës, dhe ata kanë bashkëtuar me shqiptarët, janë integruar në gjuhën shqipe, integruar në mënyrën e traditave tona të veshjes, të ushqimit e të tjera, dhe numri i tyre ka ardhur në rritje. Ata kanë qenë më shumë se sa kanë ardhur nga lufta e dytë botërore, mbasi u larguan në vitet 90. Kjo dëshmon që Shqipëria dhe shqiptarët, Vlora dhe vlonjatët i kanë mirëpritur, i kanë strehuar, i kanë ruajtur, nuk i kanë deklaruar këtë komunitet të vendosur në qytetin e Vlorës. Historia e bashkëtesës mes shqiptarëve dhe popullit hebre tregoi edhe një herë tjetër se solidariteti triumfon mbi urrëtitjen. Kreu i Partisë Demokratike ka marrë pjesë në mbledhjen e grupit të djathtë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës. Në një video pas takimit, ai thotë se në këtë mbledhje ku në fokus ka qenë qëndrimi i të djathtës ndaj çështjes së seksit të tretë, Berisha ka ftuar ata të vinë të shohin se si qeveria Rama po investon këtë ide në kokën e brezit të ri dhe në shkolla dhe i ka ftuar të shohin me sytë e tyre se çfarë po ndodh në Shqipëri, të cilën ai e ka cilësuar si një republikë të George Sorosit. Berisha gjithashtu ka folur sërish në Strasburg për Ramaduron. U deshën 24 orë për të zbuluar sepse shkoi me urgjencë në Strasburg. Në të njëjtën kohë kur të martën opozitarizmi në Tiranë udhëhiqte Gazmend Bardhi, Berisha i shpalli luftë në Parlamentin e Partive Europiane seksit të tretë, edhe pse nuk e fsheu dëshpërimin se mes partive si motra të djathta, jo të gjithë ishin dakord me doktorin. Debatet për këtë çështje natyrisht nuk ishin të njëjta, por në tërësi u shprehen rezerva shumë të mëdha për raportin i cili në një farë mënyrë kërkon të legitimonte terapinë konvertuese ndaj fëmijëve për dyshim gjinore. Ftova të pranishme të vinë në Shqipëri të shohin pasojat e rënda të transformimit të vendit të Shqipërisë në Republikën e George Soros apo në kopshtin e lulëzuar të këtij të fundit. Kurse lufta e dytë ishte për narkoshtetin, Berisha në anglisht u foli në Strasburg për Ramaduron, beson se europianët e morën vesh. Paraqita para audiencës rrezikun e madh që përfaqëson narkoshteti shqiptar në krye Edi Ramën, apo si quhet tashmë rëndom Ramadura apo Noriega i Europës, për sigurinë e vendeve të rajonit dhe vendeve të Europës. Mirëkuptimi ishte i plot nga audienca. Por kjo fjalë e doktorit erdhi sërish nga holli i Këshillit të Europës. Aty ka vetëm një karike për opozitën dhe ajo ishte rezervuar me ftesë vetëm për Albana Vokshin. Kur vjen puna te kariket, ato i zë doktori edhe pa ftesë, ndërsa Vokshit i duhet të filmojë më mirë në korridor. Mosha mesatare shqiptarëve ka arritur në 43 vjeç duke shënuar një plakje të konsiderueshme krahasuar me vitet 90. Sipas Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim, kjo ka shtuar kostot e ekonomisë shqiptare jo vetëm për mbështetjen sociale, por edhe për shkak të shkurtimit të forcës punëtore. Shqetësim mbetet edhe emigracioni. Tashmë jashtë Shqipërisë jetojnë mbi 1.9 milion shqiptar, kryesisht mosha të reja. Emigracioni dhe plakja e popullsisë po kthehen në një sfidë serioze për Shqipërinë. Gjatë prezantimit të raportit të Bersh, guvernatori Gansejko tha se në 3 dekada popullsia është paksuar me 1/3 dhe është plakur duke arritur në 43 vjeç. Popullsia ka ardhur në rënje të vazhdueshme, ndërkohë që mosha mesatare po rritet me shpejtësi. Regjistrimi i popullsisë i vitit 2023 evidenton rreth 2.4 milion banor, afërsisht 1/3 më pak krahasuar me vitin 1990. Ndërkohë mosha mesatare ka arritur pothuajse në 43 vjeç. Sipas raportit, Shqipëria dhe Kosova janë 2 ndër vendet mes ekonomive të Bersh me shkallën më të lartë të emigracionit dhe si shqetësuese përmendet fenomeni i largimit të qytetarëve të arsimuar, që prej vitit 1990 rezulton se Shqipëria ka humbur rreth 40% të popullsisë nga emigracioni dhe Kosova rreth 50%. Kreu i Bankës Qendrore sugjeroi ndërmarrjen e masave për të adresuar këtë problematik.
Emigracioni, dikur i konsideruar si faktor lehtësues për papunësinë dhe për varfërinë, po shfaqet gjithnjë më shumë si një sfidë strukturore. Rritja ekonomike e qëndrueshme, nivelet historikisht të ulta të papunësisë dhe mungesat e fuqisë punëtore në sektorët kyç i kanë bërë më të dukshme pasojat afatgjata të ndryshimeve demografike, si për bizneset, ashtu edhe për familjet. Sipas përfaqësuesit të Berzh, plakja e popullsisë ndikon direkt edhe në rritjen ekonomike dhe për këtë duhet që të ndërmerren masa të menjëhershme. Plakja e popullsisë mund t'i heqë rreth 0.6% rritjes vjetore ekonomike, pra nga 4% në 3.6%. Ky është një efekt i menaxhueshëm. Më problematike janë pasojat mbi pensionet dhe shëndetësinë. Zgjidhja më premtuese është rritja e pjesëmarrjes në tregun e punës të grave dhe të moshuarve, siç ka ndodhur në Japoni dhe vendet nordike. Por kjo është politikë e vështirë për shkak të pensioneve, shëndetit dhe moshës reale të daljes në pension. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka dhënë një financim rekord prej 217 milion eurosh për Shqipërinë gjatë vitit 2025, kryesisht për projekte në sektorin e transportit dhe të energjisë. Një shumë prej 150 milion eurosh ka kaluar në fondin e veçantë për skemën e pensioneve pas rishikimit të buxhetit të vitit të kaluar. Ministri i Financave Petrit Malaj tha në kuvend se rishpërndarja u bë për fondet që nuk janë shpenzuar në buxhet dhe nuk prekin borxhin publik. 150 milion euro fonde nga buxheti i vitit të kaluar do të kalojnë në fondin e veçantë për skemën e pensioneve. Ministri i Financave Petrit Malaj ka prezantuar në kuvend detaje nga akti normativ për ndryshimin e buxhetit të vitit 2025, ndërsa ka theksuar se çdo para që nuk është shpenzuar nga institucionet gjatë vitit të kaluar do të kalojnë në llogarinë e pensioneve. Gjithashtu nëpërmjet këtij akti parashikojmë transferimin e të gjitha fondeve të papërdorura në mbyllje të buxhetit të vitit 2025 në llogarinë e mbështetjes së pensionistëve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që kemi bërë si Ministri e Financave, shuma që minimalisht dhe nënvizoj minimalisht do të kalojnë në këtë llogari është rreth 150 milion euro. Përmes këtij mekanizmi ne synojmë që të krijojmë hapësirat të qëndrueshme për mbështetjen e kësaj kategorie, por nga ana tjetër pa rrezikuar edhe ekuilibrat fiskal. Kreu i Financave tha se ky akt normativ adreson nevojën e mbështetjes së 148.000 personave, siç janë familjet me ndihmë ekonomike dhe mbështetjen e personave me aftësi të kufizuar. Mbështetjen financiare të disa kategorive në nevojë në masën 15.000 lekë, ku kanë qenë rreth 148.500 përfitues që vinë nga familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike, personat me aftësi të kufizuar, si dhe kujdestarët e tyre, me një efekt financiar për buxhetin e shtetit në masën 2.23 miliard lekë. Më shumë fonde janë shtuar edhe për bujqësinë dhe shëndetësinë, si dhe 1.2 miliard lekë shtesë për pushtetin vendor për të shlyer borxhet e prapambetura. Radio në ABC News. Në valët 105 FM. Të përditësojni me zhvillimet më të fundit. Në 105 FM. Gjykata e posaçme rrëzoi kërkesën e Fatmir Mediut për ekspertizë të shënimit për shkëlzenin në një shkresë të kohës para shpërthimit të Gërdecit. Gjykata ka vendosur që faksi i nisur nga ish-ministri i Drejtësisë Aldo Bumçi për ministrin e mbrojtjes së kohës të mbetet si provë në procesin për Gërdecin. Procesi që vazhdon prej disa vitesh do të rinisë sërish në 10 shkurt. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e Fatmir Mediut për ekspertizë kaligrafike të një faksi të paraqitur si provë nga SPAK, ku mbi të shkruhet për shkëlzenin. Sipas gjykatës së posaçme, nuk mund të kryhet ekspertizë mbi këtë dokument fotokopje, por kjo provë do të jetë pjesë e akteve hetimore të prokurisë së posaçme. Kërkesa për ekspertizë kaligrafike ishte depozituar në seancën e shkuar nga avokatët e Mediut për procesin e dosjes Gërdeci, të cilët kanë pretenduar se ky dokument është i manipuluar. Ky faks që mban mbi shkrimin për shkëlzenin, djalin e ish-kryeministrit Sali Berisha, është nisur në atë kohë nga ish-ministri i Drejtësisë Aldo Bumçi për Ministrinë e Mbrojtjes. Seanca e radhës u caktua me 10 shkurt
në orën 12 për t'i lënë kohë edhe avokatëve të Mediut që të njihen me disa akte që janë referuar nga prokurorët, por që nuk janë vënë në dispozicion nga gjykata. Në procesin e gërdetit, Fatmir Mediu akuzohet për shpërdorim të tyre, pasi sipas SPAK janë shkelur procedurat e ngritjes së fabrikës së demontimit në Gërdec, pra një zone të banuar, si dhe ato të municioneve. Vetë Mediu i ka kundërshtuar akuzat e ngritura dhe gjetjet e ekspertëve. Gjyqi për Mediun vijon që prej prillit të vitit 2023, rihapja e çështjes ndaj Mediut u vu në lëvizje pas 12 vitesh me iniciativën e familjes Durda, të cilët humbën djalin në shpërthimin e 15 marsit të vitit 2008 në ambientet e ish brigadës së tankeve. Është ekstraduar nga Zvicra. Jozi Kraja i akuzuar nga SPAK-u si pjesëtar i një grupi kriminal. 37 vjeçari dyshohet se ka bashkëpunuar në tentativën për të vrarë vëllezërit Durim dhe Valter Bami, të urdhëruar nga Arben Doka. Ekstradohet nga Zvicra Jozi Kraja, i akuzuar si pjesëtar i grupit kriminal të Arben Dokës. Kraja akuzohet nga gjykata e posaçme se për një periudhë 4 vjeçare ka bashkëpunuar për të arritur vrasjen e 2 vëllezërve Valter dhe Durim Bami. 37 vjeçari Kraja në bashkëpunim me persona të tjerë bani në vëzhgim 2 vëllezërit për të lokalizuar vendodhjen e tyre. Arben Doka kishte porositur ekzekutimin e 2 vëllezërve Bami, të cilët e akuzonte për vrasjen e vëllait të tij Aleksandër Ndoka më 9 dhjetor të vitit 2017 në Lezhë. Në planifikimin e vrasjes për 2 vëllezërit Bami janë përfshirë edhe persona të tjerë, mes tyre Ervis Martinaj, Emiliano Shullazi dhe djali i viktimës Samuel Ndoka. Jozi Kraja është vëllai i Gjindojit ose Gjin Boriçit, i vrarë më 8 gusht të vitit 2020. Ky krim, sipas bisedave në Sky SCC të administruara nga SPAK në dosjen Metamorfoza, është kryer për një borxh 100.000 euro që ndoi i kishte Ervis Martinaj, po sipas komunikimeve në Sky, për shkak të këtij borxhi, por edhe të fjalëve që kishte dëgjuar se Gjindoj po bashkëpunonte me Leonard Dukën për vrasjen e tij, Martinaj kishte urdhëruar vrasjen e shkodranit Gjindoj. Policia e Lezhës ka zbuluar një ambient të përshtatur për kultivimin e kanabisit. Laboratori i rritjes së drogës ndodhej pranë superstradës Lezhë-Laç. Gjatë kontrollit janë gjetur rreth 1.000 rrënjë kanabisi, si dhe pajisje që shërbenin për kultivimin e drogës. Në pranga kanë rënë babe birë dhe po ashtu një punonjës i OSHE-s. Këto janë pamjet nga operacioni antidrog në Lezhë, ku forcat e policisë ndërhyn orët e para të së martës. Droga kultivohej në një godinë 4 katëshe me biznese ndodhur në anë të superstradës Lezhë-Milot. Në pranga përfunduan Babe Bir, Arben dhe Arnold Gjergji, si edhe u arrestuan një punonjës i OSHE-s, Gjon Doda. Në nënhetim janë vënë edhe 4 të tjerë me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Në katin e dytë të godinës ishin përshtatur 4 ambiente për kultivimin, tharjen dhe përpunimin e bimëve narkotika, ndërsa nga verifikimet rezultoi se në këtë godinë kishte lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Nga kontrolli ushtruar në katin e dytë të objektit u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale rreth 9 kg kanabis, 1064 bim, 960 fidan të mbjella në kubik, 850 fara kanabisi, 106 llamba me transformator të cilat shërbenin për të kultivuar drogën, një armë zjarri automatik, një pistolet sportive me fishek, e po ashtu një makinë dhe 4 celular. Nga kontrollet e kryera në banesat e personave të arrestuar, u gjetën po ashtu 180 gram kokain, një pistolet me mulli, një armë zjarri pushk dhe një armë zjarri sportive. Nga veprimet hetimore të kryera, rezulton se ky objekt ishte marrë me qira nga Babe Bir, të cilët prej muajit qershor të vitit kaluar kishin përshtatur për kultivim të bimëve narkotike ambientet, ndërsa policia vjon punën për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, por çdo lajm të fundit e gjeni në abcnews.al si dhe në radio ABC 105 FM. Në orën 20, Real Story me Sokol Ballën. Bashkë mirupafshim nesër në orën 19.